Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Babai humbi jetën pasi mëson se i biri ndërroi jetë në aksident disa muaj pas martese. Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur në Volos, Greqi, mbrëmjen e së dielës, ku një çift i posamartuar dha frymën e fundit në asfalt pasi u përplas nga një kamion. Të ndjerët që udhëtonin me motor ishte çifti 32 vjeçar. Siç raportohen mediat greke, tragjedia nuk ndalet me humbjen e çiftit, pasi babai i 31 vjeçarit me të dëgjuar për aksidentin e tmerrshëm automobilistik, nuk ka duruar dhimbjen dhe trishtimin dhe u nda nga jeta. 32 vjeçaria është vajza e një biznesmeni të njohur në Volos, i cili drejton një dyqan pjesësh shkëmbimi motorësh në qendër të qytetit, ndërsa i riu 31 vjeçar punonte në një dyqan të ngjashëm. Sipas mediave greke, çifti ishte martuar shtatorin e vitit që lan pas. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.